kjo qeveri ka bërë shkeljet më të mëdha kushtetuese. Vendosja. 100% me vendosja. Kanë bërë protesta, nuk e pranojmë atesarit, se pranojmë kushtetutën. Kushtetutën kanë shkel krejt. Si cilë që konë kushtetutë kanë shkel. Populli e dënon çdo parti politike. Pari kushtetuta është akti më i lartë juridik i një vendi dhe atë duhet ta respektojnë të gjitha partitë politike, çdo qytetar. Sa i përket se kush e ka shkel më shumti, gjërat janë të qarta. Ne kemi parë në kuvend se sa herë është shkel brenda viteve të fundit, kur deputet kanë marrë iniciativë që të drejtohen organeve më të larta të drejtësisë kushtetutës dhe e dim qartë se kjo qeveri ka bërë shkeljet më të mëdha kushtetuese. Vendosja. 100% me vendosja. Të shkeljet sidomos ata të cilët me kohë kanë qenë kundër kushtetutës. Me kohë kanë bërë protesta, nuk e pranojmë atesarit, se pranojmë kushtetutën. Tash e shfrytëzojnë kushtetutën, po kuptohet kur se ki me vullnetën me dëshirat e normalisht që shkel. Ato e ka thënë Kurti, a që shkel kushtetutën është super kriminal. Kushtetutën kanë shkel krejt. Si cilë që konë kushtetutë kanë shkel. Kanë përru më tepër për interesat veta, se për popull. Dënimi është vota e popullit. Populli nuk flam. Populli e dënon çdo parti politike. Veç populli mund të dënon. Se këta ligjin për mund qysh për dojnë vetë. Qysh për këmënën atë qashtë për përbojnë. Kushtetuta në vakt nuk o e përshtatshme. Kushtetuta ka të meta. Ka të meta se vepet që nuk o marë ajo formula e cila i përshtatet këtij veni. Nuk ju ka dhonë për krahja shumicës. O shkel 90% o shkel në fillim për ata është thirë me gjithë formulën.